Libri vjen pas një periudhe të vështirë, komplekse. Si erdhi ai ngacmimi që po ky është momenti? Frymëzimi gjithmonë gjen shtigjet e veta në çfarëdo lloj momenti të jetës dhe ndoshta në kohë pak më delikate vetë në vetdia strehohet në krijimtari edhe në një botë më të bukur dhe më të shëndetshme se sa ajo që sjell realiteti. Për prallën time unë do thoja që ndoshta është krijuar në një moment ku të gjitha të fluks energjie unë arrita që ta shndroj në energji krijuese. Edhe është pak si diamanti që formohet në një presion shumë të madh. Ashtu ndonjëherë edhe punët zhvillohen edhe formohen. Do ta lidh pak edhe me profesionin tim të aktores. Edhe ndodh ndonjëherë që bëjmë një gjumë të trazuar, të shqetësuar dhe zgjohemi dhe nuk jemi të shplodhur dhe kur kemi shfaqjen darkë themi o babos si do luaj, unë sot si do performoj. Por në jo pak raste ndodh që ajo mund të jetë edhe shfaqja më e mirë.